Një prej sëmundjeve virusale të kafshët ka gjetur të renditet e fundit në zonën e Postribës. 10 bakti të INTA janë infektuar nga sëmundja ende e paqartë, ndërsa në 2 prej fermave në fshatin Domen dhe Koderbox kanë gordhur 8 krerë bakti të INTA. Pronari i kësaj ferme Zamir Milani thotë se ka informacion se kjo sëmundje është përhapur edhe tek delet në atë zonë, por sipas tij fermerët e tjerë nuk flasin për shkak se mund të shkaktohet një lloj frike tek besimtarët musliman që thërin baktit, pasi jemi në prag të Kurban Bajramit. Siç e shikojmë, janë smur, ka tash 2 javë që kanë filluar me shfaq puçra edhe në gojë edhe në gjina, por situata është anë jashtëzakonisht saqë kanë arritur edhe me ngordh. Domethënë një ka ngordh dje, një para 10 ditë. Një kam të humbur, nuk e di se a ka çof mal, diçka e tillë mund të jetë, por situata shumë e rëndë. Më sa kam pyet domethënë për veterinar çfarë mund të kenë, kam çu foto, nuk është se veterineri i zonës ka ardhur dhe më ka thënë që bileta kur cofi thash hajde ta hapim ta shohim çfarë mund të ketë, nuk jam doktor për me ditë veterinar. Edhe më tha s'kam çfarë më bëj, domethënë unë du prej ministrisë që me zbulu çfarë smundjet kanë. I këtë dua zot tjetër. I lashin ata i blej se unë kam harxuar deri 400.000 lekë. Unë kam 6 milion lekë investim. Nuk ka se ka rënë të dhik, ka të delet. Edhe kanë frikë për me foli këtë periudhë nga që është puna e Kurbanit edhe thonë që mos të hapën panik nëpër njerëz. Me njëherë pas marrjes së informacionit zyrtar, specialistët e Agjencisë së Shërbimit Veterinar Shkodër mbërritën në zonën e Domnit ku morën masa për futje në karantinë të fermës dhe më pas morën mostrat e gjakut, krosteve të gjirit dhe të gojës. Këto analiza do të dërgohen në Institutin e Sigurisë Ushqimore dhe Veterinarisë dhe brenda 48 orësh pritet të dalin rezultatet për të përcaktuar llojin e sëmundjes. Të paktën 2 ose 3 kren janë të prekur në mënyrë kështu të çfaqur edhe nisur nga ana profesionale e jona të pa qartë, sepse vetë fermeri ka bë bleme në vende që janë të pa autorizuara dhe të pa kontrolluara. Morë me mostrat e gjakut dhe morë me mostrat e krosteve të gjinit edhe të gojës. Edhe do të dërgohen në mënyrë urgjente, brenda ditës sotme do të dërgohen në ISUF, në Institutin e Referencës Veterinare në Tiranë. Ndërkohë me këtë fermën aktualisht, këtë vendoset përkohësisht vendoset në karantinë. Edhe dyshimet janë 2 ose 3 smundjen e cilat nuk mund të prononcohem sepse nuk e di me siguri dhe ndoshta po bëj ndonjë gabim profesional, por brenda 1 ose 2 ditëve do të përcaktohet eksaktësisht cila është infeksioni primar dhe sekondar. Është konstatuar një fenomen ferma të tjera në këtë zonë, por kemi informacion se ka në zonë në Shkodrës. Metet mu konstatu fermer deri tash ankesave i ka keni pari, domethënë. Tregtimi dhe lëvizja baktive të INTA dhe të trasha është një shëtësim i përhershëm edhe për i vetë fermerëve në fshatrat e Shkodrës, por shpeshherë janë shprehur se nuk ka një mundësi tjetër, sepse në treg nuk ka të matrikulluara, duke bërë që rreziku i prekjes nga sëmundjet të jetë i lartë.